Ditët e teknikave të hershme në fotografi tashmë janë kthyer në traditë për Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi. Gjatë këtij aktiviteti 4 ditor të ritmuar mësimit të teknikave të hershme, si zhvillimi i fotografisë përmes pllakave të thata, shkrepjet e fotografisë në letër, zhvillimi dhe puna në llomin e errët, siç është larja e fotografisë. Po shohim që vit pas viti po na shkruajnë, po na kontaktojnë, po na shkruajnë shumë të ri, shumë familje, për cilët shumë prindër, të cilët kanë dëshirë të sjellin edhe fëmijët e tyre, pasi kujtojmë që një prej workshopeve të këtyre ditë është edhe ai me fëmijët, të cilët do jenë pjesë e dy teknika më të thjeshta, më të sigurta edhe për ta. Pastaj kemi parë një interes të shtuar edhe për studentëve. Do duhet ta mbajmë fort edhe këtë, si thosh, network të krijuar për këtë rrjet krijuar për Muzeut Marubit, qendrës rinore Arka, po edhe atyre të cilët po zhvillojnë teknikat. Pra ekspertëve të fotografisë, Maximilian Zeitler, Jonas Rus, edhe tashmë një tjetër prezencë e shtuar këtë vit, edhe Sloveni Elvis. Këto aktivitete janë mjaft të rëndësishme për të rinjt, të cilët duan të njihen më shumë me fotografinë. Faktikisht janë shumë vlefshme për një njohuri të matejshme të fotografisë, sepse këto janë disa teknika shumë të vjetra, gjatë që këto janë mësuar me teknologjinë, aparatet digjitale, telefoni që i ka kthy në kohët e sotme. Edhe nuk i kanë hasë ndonjëherë këtë teknikë. Është një eksperiencë shumë e bukur, marrim një informacion të ri, dim diçka më tepër, si ka ndodhur dikur para shumë vjetëve. Ditët e teknikave të hershme në fotografi erdhi fal bashkëpunimit të Muzeut Marubi, qendrës rinore Arka, mbështetur nga Ministria e Kulturës.